Të nderuar teleshikues të Klan, mirë se vini në 99 minuta. Takohemi ditën e parafundit të javës dhe shpesh në televizion ndodh që ditët e fundit të javës të jenë ato më të ngarkuarat, po do ja çojmë disi, do ja kalojmë disi duke patur parasysh se edhe sot kemi shumë çka për të prezantuar para jush. Vizita e presidentes Kosovës Vjosa Osmani vazhdon në vendin ton. Sot ka vizituar dy, le të themi, metropolet më të mëdha shqiptare të vendit, Çajirin dhe Tetovën, por le ta nisim me atë që e kemi më pranë, pra me Çajirin. Në komunën e Çajirit sot u përurua rruga me emrin e presidentit historik të Republikës së Kosovës Ibrahim Rugova, ndërsa në inaugurimin e rrugës mori pjesë edhe presidentja e Republikës së Kosovës Vjosa Osmani, sikurse edhe Teuta Rugova e bija e presidentit Ibrahim Rugova. Me këtë rast, kryetari i komunës Visar Ganiu në fjalimin e tij përkujtoi se kjo rrugë gjendet në një nga lagjet më të vjetra dhe shumë pranë kalasë së Shkupit. Le ta ndjekim. Të nderuar deputet, të nderuara media. Është nder dhe krenari për ne që jemi mbledhur këtu për një akt historik, jo vetëm për banorët e Çajirit, por për të gjithë shqiptarët ngado që janë. Në një nga lagjet më të vjetra dhe shumë pranë kalasë së Shkupit, sot po e personifikojmë presidentin historik të Republikës së Kosovës, Dr. Ibrahim Rugovën, duke ja vendosur emrin e tij njerëz nga rrugët e kryeqendrës së vendit tonë. Në Shkup, ku ai shpesh vinte dhe gjente mikpritjen në familjet e këtushme. Ibrahim Rugova, pikërisht ky emër do të qëndrojë në dokumentet personale të qindra qytetarëve të komunës së Çajirit. Kjo është gjëja më e vogël që mund ne të bëjmë për dikë si Dr. Ibrahim Rugova. Një njeri që deri në çastin e fundit të jetës së tij frymoi për Kosovën në veçanti dhe për shqiptarët në përgjithësi. Ai ishte arkitekti ideor, i cili me filozofinë e tij paqësore projektoi të ardhmën e Kosovës, si shtet i pavarur në bashkëpunim të mirëfill diplomatik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e Bashkimit Evropian. Ai nuk heshti kurrë përmes politikës, por edhe përmes studimit të letërsisë dhe gjithsesi me përpjekjet e tij problemin e Kosovës e nxori lart në agjendën ndërkombëtare. Në teorinë e letërsisë, ideja e tij themelore ishte refuzimi estetik, që më vonë në politik do të bëhet ide e refuzimit politik gandist i sistemit jugosllav dhe më vonë atij serb. Ai nuk e përjetoi Kosovën e pavarur, por jetoi me vizionin për të këtë dëshirë e përçoi përmes veprave, punëve, përmes fushatave që udhëhoqi për paqe dhe demokraci për Kosovën e me këtë e fitoi respektin e botës demokratike. I madh e i vogël, jo vetëm në vendlinjën e tij, por gjithkund e dinë se kush ishte Ibrahim Rugova. Sepse edhe po të vdes njeriu, veprat nuk vdesin kurrë. Ibrahim Rugova ishte zëri i arsyes dhe maturisë që i ndihmoi popullit të Kosovës për të vënë bazat për një të ardhme shtetërore. Ishte vizionari që ja vendosi themelet të Kosovës së sotme stabile, demokratike dhe përparimtare. Kishte një shpirt realizimi, tolerance dhe dialogu të pashoq. Doktor Ibrahim Rugova vërtet nuk e pa Kosovën e lirë me sytë e vet. Por ne sot, jo vetëm që e shohim Kosovën e lirë, por edhe emrin e tij po e personifikojmë jashtë kufive, gjithandej që kur mos të kap asnjë grimc e haresës. Jeta, shpirti, vepra Ibrahim Rugovës që mot janë shndruar në dritë e në frymëzim për të gjithë shqiptarët ngado që jetojnë. Dhe këtë nderim që po e bëjmë sot për Ibrahim Rugovën dëshmon më së miri se ai ishte një nga liderët më të shquar të kombit shqiptar. Por në fund, të nderuar, do të doja të përsërisja një nga thënjet më të çmuara të Ibrahim Rugovës. Në jetë duhet patur vullnet e durim, të mirat vinë pas. Presidente, ju faleminderit pa mas që na keni nderuar sot dhe bashkë me ne po e zyrtarizojmë rrugën e paraardhësit tënd Ibrahim Rugova.
emri i cilit është një nga 66 emrat e rinj që kanë marrë së fundi rrugët e komunës së Çajirit, në mesin e të cilave janë shumë figura të shquara që do të jenë gjurmë e përhershme e përkujtimit për të gjithë gjeneratat e reja. E Ibrahim Rugova tani erdhi e do të qëndroj përherë në shkupin e tij që e deshi me zemër. Faleminderit shumë për vëmendjen. Faleminderit shumë të dashur qytetar të Çajirit. I nderuar kryetar Ganiu, ju faleminderit shumë për këtë nder të jashtëzakonshëm, jo vetëm për ne që jemi sot këtu prezent, për familjen e presidentit, por për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, duke përjetësuar presidentin ton historik. Të nderuar deputet, të nderuar ministra, shumë e dashur familje Rugova, e dashur Teuta, të nderuar pjesëmarrës, i nderuar ambasadori i Republikës së Shqipërisë dhe ambasadori i Republikës së Kosovës. Vërtet është nder i madh që të jem në mesin tuaj për një rast shumë të veçantë, që përfshin emërtimin e një rruge të komunës suaj me emrin e presidentit historik të Republikës së Kosovës, Dr. Ibrahim Rugova. Çajiri do të jetë përjetë i nderuar, që po e përjetëson emrin e presidentit Rugova në këtë rrugë dhe padyshim që kjo tabel me këtë emër është udhërrëfyese jo vetëm e rrugës, por edhe e veprës së presidentit Rugova. Janë rrugët ato që i lidhin njerëzit, qytetet dhe shtetet, ndaj kjo rrugë me këtë emër jo vetëm që do ta lidh Çajirin me pjesët tjera të këtij shteti, por do të jetë edhe motiv shtesë për qytetarët e Kosovës që të vizitojnë. Duke vendosur emra të mëdhenj të historisë sonë në për rrugët tona, ne e nderojmë të kaluarën tonë, por më shumë edhe të tashmen, duke u lënë brezave dëshmi për kontributin e burrave e grave tonë për lirinë dhe për shtetëndërtimin. Presidenti Rugova ishte ati themeltar i Republikës së Kosovës, një ndër njerëzit që dha më së shumti e kontribuoi më së shumti për pavarësinë që e gëzojmë sot. Njeriu me shall i cili fatin e tij jetësor e bëri një me atë të Kosovës, duke punuar për të deri në çastet e fundit të jetës së tij. Rruga me emrin Dr. Ibrahim Rugova do të na kujtoj të gjithëve për herë orientimin që duhet ta ndjekim, por edhe të sigurohemi që qëndrojmë vazhdimisht në kahjen e duhur. Rruga nuk ka të bëjë vetëm me drejtimin e sigurt, por edhe me të jetuarit të një jete të mbushur me qëllim. E qëllimi për të cilin jetoi e veproi presidenti Rugova është qëllim që na mban në rrugën e tij edhe sot. Ju vërtet e keni hieshuar komunën tuaj, sepse emrat e rrugëve janë pasqyrë e historisë, e kulturës dhe e identitetit tonë kombëtar. Rrugët sikurse kjo me emrin e presidentit Rugova ofrojnë edhe ndjenjen e përkatësisë dhe identitetit. Ato do të jenë pikë reference për banorët e mëgjerë për shkak të emrit domethënës. Le ta vlerësojmë rëndësinë e emrave në rrugët tona dhe t'i përdorim ata emra për t'u lidhur me historinë dhe kulturën tonë. Emërtimi rrugës suaj me emrin e presidentit historik të Republikës së Kosovës do të jetoj po aq gjatë sa edhe vepra e tij. Do të jetoj përjetësisht, sepse vepra e tij vërtet ka lënë gjurmë të pashlyeshme në historinë e kombit shqiptar në përgjithësi, por edhe për qytetarët e Republikës së Kosovës në veçanti. Ai jo vetëm që vuri themelet e shtetit të Republikës së Kosovës, por njëkohësisht u kujdes që ato themele mos të mund të shkunden në lëvizën kurrë, duke ndërtuar aleanca aq të fuqishme, të cilat i mbajmë e i mirëmbajmë edhe sot e na ndihmojnë që liria jonë, pavarësia jonë dhe shteti jonë të jenë po aq të përjetshme sa edhe vepra e presidentit ton historik, i cili mbetet udhërrëfyesi ynë i çdoditshëm. Ju falenderit shumë për këtë nder të madh për gjithë popullin e Kosovës.
Një gjest ka që i bukur dhe mbase me shumë vlera, pse jo, gjeneratat e reja të cilat nuk janë edhe shumë të njoftuar për historin e Kosovës, do kenë mundësi në përmjet rrugës, mbase do mjaftoj rruga që të ngjallin kurreshtje për të ditur pak më shumë rreth historisë presidentit historik Ibrahim Rugova. Do të nisim me rrugë dhe vazhdojmë kështu i mbajmë traditat dhe historitë tona gjallë, ndërkombëtare sigurisht. Vazhdojmë tutje, e cika se edhe Tetova sot ka mirëpritur presidenten e Kosovës. Nga Tetova ka nisur shumë procese me rëndësi historike për popullin shqiptar, jo vetëm në Maqedoni, por gjithandej, tha presidentja e Kosovës Vjosa Osmani gjatë qëndrimit të sotëm në Tetov. E ndjekim. Të nderuar përfaqësues të medjave, të respektuar prezent këtu, ne sot kishim nderin që në vizitë zyrtare për herë të parë në komunën e Tetovës të kemi një presidente të Republikës së Kosovës, shkëlqësinë e saj Vjosa Osmani Sadriu, të cilën e pritëm me një kënaqësi të veçantë sepse për ne, për Tetovën dhe tetovarët, Kosova dhe shqiptarët e Kosovës kanë pasur një vend të veçantë dhe do të vazhdojnë të kenë një vend të veçantë në lidhjet tona të cilat i kemi pasur historikisht. Tetova si kryeqendre shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut ka qenë ajo pika e bashkimit të shqiptarëve në Kosovë dhe në Maqedoni edhe në kuadër të Jugosllavisë, kur ne kemi trashëguar dhe kemi pasur të kaluarën tonë të përbashkët, gjitha sfidat të mira dhe të këqija i kemi ndarë bashkë dhe vazhdojmë edhe më tutje këtë ta tregojmë. Me vizitën e kryeparlamentarit të Republikës së Kosovës, me vizitën e kryeministrit, sot ne përmbyllim vizitën e përfaqësuesve më të lartë të shtetit më të ri të Kosovës në Tetov, çka tregon edhe vlerësimin që e bëjnë institucionet më të larta të Republikës së Kosovës për Tetovën, për tetovarët dhe për shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, për çka më lejoni që përzemërsisht të falenderoj presidenten për respektin që ja ka bërë Tetovës dhe gjithë tetovarëve. Ne si komunë e Tetovës do të vazhdojmë që ti kultivojmë afër lidhjet tona me komunat të Republikës së Kosovës, me çka do të vazhdojmë që qytetarët tanë t'i kemi afër, të rinj tanë t'i kemi afër në bashkëpunimet në sferat të ndryshme të arsimit, kulturës, sportit dhe sigurisht në lidhjet të cilat i kemi dhe të cilat duhet t'i shfrytëzojmë si të tilla. Në drejtim të kësaj, ne si komunë e Tetovës po punojmë në mënyrë aktive dhe të përditshme që rruga lidhja Tetov-Prizren sa më shpejt të jetësohet, për çka e informova edhe presidentet për aktivitetet cilat i bëjmë si komunë e Tetovës dhe sigurisht që në të ardhmen ne besojmë që këto lidhje të jenë edhe më të fuqishme. Prandaj edhe një herë më lejoni që të falenderoj presidenten për respektin që na e ka vënë si Tetovë dhe si tetovar. Faleminderit president. Të dashur qytetarë të Tetovës, më lejoni që fillimisht t'ju falenderoj të gjithëve për mikpritjen e ngrohtë, mezi pres që tani edhe të dalim nga ndërtesa e komunës që të takojmë shumë prej jush. Nga Tetova ka nisur shumë procese me rëndësi historike për popullin shqiptar, jo vetëm këtu në Maqedoni të Veriut, por gjithandej. Tetova ka vërtet rëndësi të madhe për historinë tonë të përbashkët. Ka qenë shtëpi e veprimtarëve dhe intelektualëve të cilët kanë kontribuar jashtëzakonisht shumë në kultivimin e raporteve ndërmjet shqiptarëve në Kosovë dhe shqiptarëve në Maqedoni të Veriut, duke krijuar kështu një lidhje jashtëzakonisht të fuqishme, e cila reflektohet edhe në lidhjet e shumta miqësore e familjare që ekzistojnë mes shqiptarëve këtu në Tetovë dhe në të gjitha komunat e Republikës sonë. Natyrisht ndër intelektualet që ka lënë gjurmë të pashlyeshme në raportet tona është edhe Indjeri Arben Gjaferi, për të cilin sot kisha nderin e jashtëzakonshëm të ndaj urdhrin Hasan Prishtina, dhe ka edhe shumë e shumë të tjerë përfshi edhe në gjeneratat e sot me të reja, djem e vajzat e Tetovës që sigurohen që këto lidhje mes nesh të mbesin të forta dhe të thellohen edhe më tej. Kjo vizitë imja në Maqedoninë e Veriut, në shtetin Fqinj,
zhvillohet për të rikonfirmuar raportet e shkëlqyeshme që janë ndërtuar tashmë ndërmjet dy shteteve tona, por në të njëjtën kohë për të rikonfirmuar rolin shumë produktiv dhe rolin kyç që kanë luajtur shqiptarët e Maqedonisë së Veriut në shtet formim, në shtet ndërtim dhe po ashtu në rrugtimin euroatlantik të këtij shteti. Kosova gjithnjë do të mbetet mirënjohëse për ndihmën dhe për krajën e pakusht që shqiptarët e Maqedonisë së Veriut dhe në veçanti qytetarët e Tetovës na kanë dhënë në kohët më të errta për ne. Nga vitet e hershme të 90-tave deri te lufta në Kosovë, por edhe si vend ku ne gjetëm strehën e prehjen sa herë kishim vështirësi. Shumë nga intelektualët e Tetovës kanë studiuar në Universitetin e Prishtinës, shumë prej tyre ligjerojnë në Universitetin e Prishtinës, shumë prej tyre ishin profesor të mi, e shumë nga Kosova janë profesor të djemve dhe vajzave tuaja. Kjo tregon që jo vetëm që e kemi mbështetur njëri tjetrin në kohë të vështira, por po sigurohemi që nëpërmjet arsimimit të ndërtojmë breza të ardhshëm, të cilët do të sigurohen që populli ynë, kombi ynë të ecë përpara në rrugtim të duhur. Ne do të sigurohemi që nëpërmjet kontributit dhe bashkëpunimit ndërmjet komunave, siç është komuna e Tetovës me shumë komuna të Kosovës, të prekim drejt për së drejti jetën e qytetarëve, të merremi me hallet e tyre të përditshme, të zgjidhim problemet e tyre të përditshme, sepse komunat vërtet mund të mësojnë shumë nga njëra tjetra. Unë i thash edhe kryetarit Kasami që kryetarëve të komunave në Kosovë ju them ju jeni si mini president, sepse në fakt është detyre secilit prej tyre të përfaqësoj të gjithë qytetarët, pavarësisht partisë politike prej cilës janë propozuar apo zgjedhur, dhe merren në baza ditore me problemet e përditshme të qytetarëve. Çkado që mund të bëjmë ne si Republikë e Kosovës për të ndihmuar në këtë drejtim, do ta bëjmë, do të vazhdojmë të ngrisim zërin që shqiptarët të arrijnë lart e më lart, që të drejtat e tyre vetëm të avansohen, edhe këtu në Maqedoni të Veriut, edhe në Malë të Zi, edhe në luginën e Preshevës dhe çdo kund ku jetojnë ata, dhe natyrisht këtu duhet të bashkëpunojmë që të gjithë, sepse faktori shqiptar ka luajtur rol pozitiv në drejtimin e gjithë rajonit, drejt paqes, stabilitetit dhe rrugtimit euroatlantik. Dua ta falenderoj kryetarin për nderin që sot e tregoj nëpërmjet çelësit të qytetit, është nderim për gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, për të cilët qytetarët e Tetovës kanë rëndësi të madhe, janë përherë në zemrat e tyre. Unë vërtet ndihem si në shtëpi, tani edhe me çelësin e qytetit, na keni nderuar edhe më shumë dhe keni konfirmuar se me Tetovën do të mbesim shumë të afërt çdo herë, do të gjejmë gjithnjë mënyra të reja për të bashkëpunuar, do të realizojmë projekte të reja që do të na ofrojnë më shumë, jo vetëm lëvizjen e qytetarëve tanë, por edhe shkëmbimet e shumanshme. Faleminderit kryetar e mbi të gjitha qytetarët të Tetovës për mikpritjen. Mirë, do ndjekim edhe një material sa i përket vizitës së presidentes Vjosa Osmani në vendin ton, por do ndjekim realisht prapaskenat e vizitës së presidentes në komunën e Çajirit, por edhe atë të Tetovës, ku krahas zyrtarëve të komunave është pritur edhe nga qytetarët e vendit. Pamje pa koment ju sjellim në vazhdim.
Edhe ju një klasë qa? Bravo. Në të shumë. Në të shumë, apo jo? Vion e kuhët. Qëto? Po mos t'i dalë. Faleminderit shumë. Me shumë. Cet. Hajde, Vazhdo. Vazhdo.
Do ndrojmë temë në vazhdim. Marrëveshja me Bechtel dhe Enka nënkupton privatësi dhe besueshmëri. Kjo përfshihet në çdo marrëveshje të qeverive me kompani të mëdha ndërkombëtare, që disa pjesë duhet të jenë konfidenciale, ka theksuar kryeministri Dimitar Kovacevski në seancën e sotme parlamentare kushtuar pyetjeve të deputetëve. Prvo, во однос на тајноста на документот. Договорот со Бехтел и Енка, како и секој договор, мора да се повторува повеќе пати, бидејќи повторувањето е мајка на знаењето, подразбира приватност и доверливост. Тоа го има секој еден договор потпишан помеѓу било која влада со било која меѓународна голема мултинационална компанија, во кој што одредени делови на самата компанија мора да бидат доверливи. Во случај се работи за странски, сериозни компании и ова е праксата и на другите договори кои овие реномирани светски компании ги практикувале и во други земји. Тие доверливи информации се однесуваат на технологијата на работа на секоја договорна страна, на начинот на нивните пресметки. Тоа се клаузули кои секоја светска компанија од ваков ранг ги користи за да ги заштити своите проекти од конкуренцијата, и тоа не е никаков криминал и корупција. Замислите, ако сега седне владата и го објави договорот со Јагео, кој што ќе произведува чипови во технолошко-индустријската развојна зона, ја открие нивната технологија, која што би дошла во посед на нивната конкуренција. Ова дополнително не е прв ваков договор кај нас. И ние мора да ги почитуваме деловните тајни на компаниите, но тоа во никој случај не значи дека владата крие нешто што е од интерес на јавноста и нешто што би имало некакви негативни ефекти врз граѓаните. Клучните елементи од договорот кои што се од интерес за јавноста никогаш не биле тајна, како што е вредноста на договорот, начинот на реализација на договорот, како ќе се трошат парите на граѓаните. Владата за прв пат ги воведе алатките за отчетност во делот за менаџирање со јавните финансии и буџетот, што не беше пракса претходно и ќе остане доследна на овие принципи, што значи дека секој трансфер кој што ќе се направи до јавното претпријатие за државни патишта ќе биде објавен на јавни финансии, односно на отворени финансии порталот. Во однос на транспарентноста, прво, нема ништо тајно. Овој договор се подготвува 2 години. Се подготвува 2 години. Од носењето на специјалниот закон, преку управувачкиот комитет, преку подпишувањето на договорите со надзорот и со Бехтел и Енка, сите клучни точки и суштината беа пред очите на јавноста. Досега се одржани и брифинзи со новинари, и со Стопанската комора, и истото ќе биде направено и со пратениците во Собранието. Пратениците во Собранието кои што имаат безбедносен сертификат, дел од пратениците, сакаа да бидат запознаени со деталите и веднаш им беше одговорено во однос на тоа дека штом ќе го определат телото, комисијата, каде што треба да дојде тимот од владата, тоа веднаш ќе го направи. Писмото е испратено до председателот на Собранието. Во однос на постапката, при случувањето на договорот, ја не знам свиркачи Мирко Свирко, кој што прави таму кај вас со договорите, сите постапки во однос на овој договор се испочитувани согласно со законот донесен од страна на пратениците во ова собрание, закон кој што сите вие го поддржувате. Прво, председателот на ВМРО ДПМН излезе и кажа дека ги поддржува коридорот 8 и 10D да се прават. Второ, подпредседателот на ВМРО ДПМН излезе, вика, ние го ќе дојдеме, уште 100 километри Бехтел и Енка да прави. Тоа на телевизија се кажано. Трето, вториот подпредседател на ВМРО ДПМН излегува и вика, да, ние сме за израда на коридорите 8 и 10D. Единствено блокадата на ВМРО ДПМН што може да направи, која што блокада па ја прави вашиот шеф, не ја правите ни вие, бидејќи вие се криете. Пошто ја ќе ви кажам што се случува кај вас. Прво, амандманите ги поднесува ВМРО ДПМН, ги поднесува левица. А вие предете како мачиња во америчка амбасада, види, не сме ние, вика, тоа левица го прави.
Сега, затоа ја имам кажано пред неколку месеци дека на првото столче овде треба да седи Димитар Апасиев. Бидејќи Димитар Апасиев ја води дебатата и ги води постапките на вкупната опозиција која што седи тука на левата страна. Во однос на запазувањето на постапката, договорот е склучен согласно со законот, согласно со работата на управувачкиот комитет и согласно со она кое што го имаат дадено консултантите, кои што биле задолжени согласно со закон да ги направат сите потребни анализи. Тој договор нормално дека потоа ги поминал сите филтри кои што се потребни за одобрување на еден договор и врз основа на овластување од владата, министерот за транспорт и врски како ресорен министер и директорот за јавно претпријатие за државни патишта како институција која што е задолжена за финална верификација на се она кое што ќе биде правено на коридорот 8 и 10D, го имаат подпишано договорот. Тој договор на барање на јавното обвинителство е во постапка на доставување од страна на јавното претпријатие за државни патишта. Исто така направени се брифинзи, дополнително ќе бидат направени брифинзи и на крајот ќе имаме проект кој што ќе биде реализиран. Дали тој проект ќе биде реализиран во побрзо време или ќе биде реализиран поспоро и поскапо, зависи од блокадата која што ја прави во оваа собрание вашиот шеф Димитар Апасиев, а која што вие ја поддржувате. И ќе ви кажам зашто ја поддржувате. Уште еднаш ќе ви повторам. Во амбасадите идете таму како мачиња предете, ние се поддржаваме, а оваму вика, абе знаеш, ама Левица ги поднесе амандманите, сега ние немаме што да правиме. Затоа ќе си застанете еднаш зад стратешките интереси на државата. Како што не влеговте за Фронтекс, тогаш требаше да влезете за Фронтекс. Како што требаше да поддржите предлог европски за отпочнување на преговори со Европска унија, јас сметам дека требаше да влезете. Како што треба да поддржите продолжување на патот на Северна Македонија во Европска унија, исто така сметам дека треба да го поддржите. Бидејќи нашата држава е држава на сите граѓани. И сите граѓани заслужуваат да ги имаат истите права кои што ги имаат граѓаните, како например во Скопје, во Велес, во Гевгелија, бидејќи тие се наоѓаат на потегот на коридорот 10. Не заслужуваат граѓаните на североисточниот регион, Крива Паланка, Куманово, не заслужуваат граѓаните на Струга, на Кичево и така натаму. Ја не давам граѓани по етничка основа. Гледам, почнавте и по етничка основа да ги делите. Слушам некој таму вика коридорот ќе бил граница. Па кај се видело коридор да биде граница? Граница е мрежа, не е коридор. Коридор ги поврзува луѓето. И треба да застанете за интересите на сите луѓе. Можете вие да довикувате колку сакате. Ама треба да застанете еднаш зад интересите на оваа држава, она што треба да се направи. 30 години ние немаме коридор 8. 30 години државата е зависна од Солунско пристаниште. Штитите ли нечи монопол со ова? Чиј монопол штитите со ова? Чиј монопол се штити? На една фирма што има само представништво во Солунско пристаниште. Зошто да не можат нашите фирми да се снабдуваат од Бургас и од Драч? Зошто да не се либерализира? Зошто да немаме инвестиции во градовите кои што немаат аутопатишта, кои што немаат железница? Па сели у Скопје треба да се случува. Ви благодарам. Sot mbushen 6 vjet nga shpërthimi I dhunës në kuvendin e Maqedonisë së Veriut, e cila mbahet mend si e entja e përgjakshme. Politikanët morën epilogje gjyqësore, kurse gazetarët ende janë duke dëshmuar se kanë qenë të sulmuar. Pushteti kundërshton insistimin e opozitës për një amnisti për të gjithë të burgosurit për këtë ngjarje. Të ndjekim disa nga deklaratat e përfaqësuesve të partive politike. Јас најпрви очекував дека некој ќе стане од партијата ВМРО-ДПМН на денешен ден 27 април и конечно да се извини за најгрозоморниот чин кој што се има случајно во ова собрание, кога на најкрвав начин беа тепани пратеници и други службеници во собранието само со цел да се задржи власт. Меѓутоа, еве 6 години поред,
извинување нема, туку напротив, има наградување на оние кои што со финансиски средства од буџетот, на оние кои што го извршија тој чин. Почитувани граѓани, почитувани новинари, 27 април е најцрниот, најкрвавиот датум во современата македонска историја. Пред 6 години, овде, во Македонското собрание, го видовме вистинското, насилничкото и режимското лице на ВМРО ДПМНЕ. Вооружени насилници под контрола на ВМРО ДПМНЕ насилно упаднаа во собранието, со цел да убијат пратеници, да повредат новинари и вработени во собранието, да го загрозат уставниот поредок, па дури да предизвикаат и граѓанска војна. И единствено, само тие да продолжат да крадат, да проба да се спасат од правдата и да ја држат Македонија во заложништво. Да, ВМРО ДПМНЕ го смисли и го спроведе крвавиот 27 април. 27 април е крвавиот печат на ВМРО ДПМНЕ, од кој оваа партија и ден денеска не сака да се откаже. Нема никаква промена во ВМРО ДПМНЕ, ниту милиметар. Тоа е истата режимска и насилничка партија. Партијата предводена од Христијан Мицковски, кој самиот беше надвор во толпата, денес се уште е на страна на осудените насилници. Наместо осуда, наместо извинување, ВМРО ДПМНЕ денеска ги слави осудените насилници, нарекувајќи ги уставобранители, лицата кои се обидоа да го суспендираат уставниот поредок. Бараат амнестија за нив, па дури злоупотребуваат општински, народни пари за да ги наградат. СДСМ нема да дозволи 27 април да се заборави. Нема да дозволи никогаш да се повтори. За крвавиот четврток има ефективни затворски казни за извршителите. Секој од нарачителите на овој грозоморен чин во македонската демократија до извршителите мора да одговараат. 27 април никогаш повеќе. Unë mendoj se drejtësia nuk është përmbush si duhet, ka lëshime dhe ngjarjet e 27 prillit mendoj që ishin ngjarje jo të mira dhe mendoj kur mos përsëriten se ishin ngjarje të dhimbshme. Mirë po duhet përmendim faktin se në atë kohë ndodhi edhe diçka që është pozitive për vendin, ku kuptohet lideri i aleancës ishte sakrificë e kësaj ngjarje, bëni orientimin e këtij vendit në orientimet euroatlantike, ku sot ne gëzojmë edhe antarësinë në NATO. Ishte rrahje një regjimi i cili fatkeqësisht mbaroi me një moment ta quaj edhe tragjik, i cili vazhdoi kur mos përsëritet. Unë besoj se Ministria e Drejtësisë si organ profesional do t'i shqirtoj këto dyshime dhe besoj se nëse ka hapësinë dhe besoj se ka do të marrë aktivitete shtesë që e drejta dalë të shesh në arsyen e vetme që këto ngjarje të dhimbshme dhe jo si duhet t'i quajmë mos përsëriten kur, për shkak se janë ngjarje të cilat janë tragjedi që lënë edhe një të keq për shoqërinë, për organizimin politik dhe gjithë shtetin në përgjithësi. Unë mendoj ajo është detyrë e Këshillit Prokurorëve dhe do të gjikohet nga institucionet relevante dhe respektabile dhe ati organet të cilët kanë të drejtë dhe kanë kuptim dhe arsye, gjithashtu edhe mundësi veprimi do të veprojnë që nëse ka lëshime profesionale, ligjore, mirën masa nëse kushtimisht ka lëshime në këtë procedurë të cilën më cekët ju në lidhje me prokurorinë publike. Këshilli Gjyqësor është organ përgjegjës dhe kuptohet
ka dhe organe që kanë të drejtë veprimi mbi Këshillin Gjithësor dhe besojnë se ka lëshime çdo kusht përgjigjet për lëshimet ligjore dhe procedurale të cilët i bën veprime të tilla. Janë çështje profesionale për të cilët unë jam ekonomist dhe nuk kam njohuri për afërta, mirë po si proces dhe mundësi çdo gjë që s'është ligjore, që është shkelje, duhet sankcionohet dhe duhet veprohet nga gjithë sistemi duke filluar nga Ministria e Drejtësisë, gjithë organet respektabile të cilët kanë të drejtë të sanojnë këto lëshime, kushtimisht thanë nëse janë lëshime të cilët kanë ndodhur. A kemi njohuri si në rrëmë me ligjet që janë përmene nga shkritet të përgjërisë, a kemi pas qasin në dokumentacione që në gjaminë se qërë të shtetit? Koridori 8 është obligim dhe nevojë shumë arsyeshme për investimet kapitale dhe besoj se ki duhet realizohet, punohet në drejtim që të jepet mundësia për shkak se janë të dhëna të klasifikuara dhe ka mënyrë dhe formë se si mund vihet ato të dhëna. Në kohë të fundit punohet që në formën ligjore, gjatë mbajtjes së seancave të trupave punues, në seancat formohet me certifikat dhe formë të mbyllur ashtu quhet dhe të prezantohet dhe të ketë njohuri lidhje me kontratën, gjë e cila do të pastron shumë dilema në lidhje me keqpërdorimet të cilët janë si hamendje dhe në opinion qarkullojnë, mendoj me realizimin e mundësisë ku mbas ligjore, ku këto dhëna janë klasifikuara dhe të ofrohen trupave punues organeve kompetente në kuvend, besoj se dhe kjo dilemë do të pastrohet dhe do të kenë organet kompetente, grupet punuese dhe njerëzit relevant të cilët rasti konkret, deputetët në ato komisione që kanë të drejtë vendimmarrje, do ta kalojnë në këtë dilemë me shpresë që të realizohet një investim shumë i nevojshëm, shumë i arsyeshëm, si për ne në aspekt flas edhe nacional edhe shtetëror dhe në përgjithësi do të jetë një investim shumë i nevojshëm dhe i arsyeshëm për shtetin në përgjithësi. Ju si do të që një vërtet në zonë të pjesë sa do të kishte një përgjigje që ja të UCK se punohet në drejtim vije deri te baza e dhënave dhe kontrata në formën ashtu si janë ligjet dhe në momentin kur do të realizohet kjo besoj se duhet t'i mbështesim për shkak se ligjet janë të marrura si përvojë nga viset tjera ku është punuar me arsyeën e vetme që të ketë kushte më të mira, më të mundshme, më të realizueshme që projekti të bëhet sa më mirë, sa më shpejt dhe sa më lirë. Ish prezantuesi i njohuri Fox News, Tucker Carlson, ka folur për herë të parë pas largimit të tij. Në një video në Twitter, e cila është parë nga mbi 11 milion njerëz, ai sulmon gënjeshtara që përpiqen t'i bëjnë të heshtin njerëzit e ndershëm. Carlson u largua nga Fox News një javë pasi kompania pagoi mbi $700 milion dëme të shkaktuara nga teoritë konspirative. Tucker Carlson ka thyer heshtjen pas largimit të tij nga Fox News në një video ku sulmon gënjeshtarët që përpiqen t'i bëjnë të heshtin njerëzit e ndershëm. Good evening, it's Tucker Carlson. Nëpërmjet një video mesazhi të shkurtër, i cili u postua në Twitter 2 ditë pas daljes së tij, ai nuk ndau arsyet e largimit dhe nuk foli për planet e tij të ardhshme. The other thing you notice when you take a little time off is how Ajo që vëreni kur merrni pak pushim është se sa budallëllë të pabesueshme. Janë shumica e debateve që shihni në televizion. Ato janë krejtësisht të parëndësishme. Nuk thon asgjë. Pas 5 vitesh nuk do të kujtojmë se i kemi dëgjuar. Jo vetëm kaq, por kur njerëzit e ndershëm thonë atë që është e vërtet, me qetësi dhe pasiklet, ata bën të fuqishëm. Në të njëjtën kohë, gënjeshtarët që janë përpjekur të mbyllin gojën njerëzve bën më të dobët. 53 vjeçari nuk ishte vetëm një prezantues i njohur i Fox News, por edhe një prezantues i jashtëzakonshëm, me mesatarisht 3 milion ndjekës amerikanë në programin e tij çdo natë. Moderatori i shkarkuar ishte zëri kryesor mbështetës i teorive konspirative. Carlson dhe të tjerë e mbajtën gjatë këtë retorik. Ai përfundon videon e tij 2 minutëshe duke thënë: "Ku mund të gjesh ende amerikanët që thonë gjëra të vërteta? Nuk kanë mbetur shumë, por ka disa", shprehet ai në fund të videos. there aren't many places left, but there are some.
Vetëm pak orë nga publikimi i video mesazhit në Twitter, ai është parë nga mbi 11 milion persona. Mediat kanë raportuar se Carlson u pushua nga puna me urdhër personal të pronarit të Fox News, Rupert Murdoch, sepse ndër të tjera kishte përdorur gjuhë vulgare. Njoftimi i papritur i largimit të 53 vjeçarit erdhi një javë pasi Fox News dhe kompania mëm Fox Corp arriti një marrëveshje për t'i paguar kompanisë së sistemeve zgjedhore Dominion $787.5 milion. Në padi, Dominion argumentoi se biznesi i tij ishte dëmtuar nga Fox, që përhapte pretendime të rreme se makinat e saj ishin manipuluar kundër ish-presidentit amerikan Donald Trump. Vatikani për herë të parë do ju jap mundësinë grave të drejtën e votës. Në një takim global të peshkopëve që do të mbahet në tetor, gratë do të kenë mundësi të votojnë për herë të parë duke i dhënë më shumë mundësi në vendimarrje. Papa Francesku kërkoi gjithashtu që 50% e klerikëve të jenë gra. Zakonisht çojnë një dokument papnor. Në vitin 2021, Papa Francesku për herë të parë emëroi një grua në pozicionin e dytë në autoritetet e Vatikanit, e cila u bë gruaja e rangut më të lartë në shtetin më të vogël në botë. Në të njëjtin vit, ai emëroi murgjeshën italiane, motrën Alessandra Smerili, në pozicionin numër 2 në zyrën e zhvillimit të Vatikanit, e cila merret me çështjet e drejtësisë dhe paqes. Grupet fetare kanë përshëndetur një ndryshim të tillë si një mundësi për të ndryshuar dinamikën e pushtetit të kishës dhe për t'i dhënë një zë më të madh katolikëve, duke përfshirë kështu edhe gratë. Fund për t'ju lënë mbase me shije të mirë dhe me energji pozitive, do ju njoftojmë në fakt me një të moshuar në zonën e Malësis, i cili është ndër të paktët lahutar në vend. E ka trashëguar lojën me këtë instrument ndërbreza dhe ende e ruan traditën. Gazetarja Klan News, Amy Kalaja, sjell rrëfimin e tij. Ky është Jonus Delaj, ndoshta i vetmi lautar në zonën e Malësis. Luan me këtë vegël muzikore që kur ka qenë i vogël, lahutën e ka të trashëguar ndër breza nga pararësit e tij. Se unë jam 73 vjeç, gjyshi ka kenë 100 ka vdek 107 vjeç. Gjyshi jem dhe gjyshi i babës i ka ra lahutës. Për nej, kjo është shumë e lashtë. I moshuari thot se ndonë se ka vetëm 5 nota, me lahutën mund të luash disa melodi. Malsorët ndër shekuj kanë kënduar jo vetëm në dasma, por edhe kanë vajtuar me këtë instrument. Ka ra shumë heret në dorën e malsorit. Ka ra shumë heret. Aja shkënon për dasma. Bile, lahuta edhe ka vajtua. Edhe unë, se të kjo nuk e kam përdorë këte, edhe unë kam përdorë një kangë, se unë edhe kam kryua, e tashi sa tjetër mosha e gjanat, por kur Krejl Nikola ose Knjaz Nikola i Malizi, jatë në viteve, kishte organizua ushtrin për me shtru Malësinë e Madhe. Po këtë janë shumë heret. Edhe në urën e Rxhanicës, që është në zonën e anejnë të Malizi, në urën e Rxhanicës ishte bloku ushtria. I thot generalit, po për çka? I thot, ke nalë në urën e Rxhanicës, se njerëzit e njofin urën e Rxhanicës. I thot, por, unë nuk më në vras lahutarin, thot. I thot generali. Po që punë ka lahutari, thot. Me ushtrin time. E thot, se unë i vras thot një malsor, a i mi bë një kangë, dhe kanga ma frymëzon thot Malësinë, edhe ngrihen malsorët.
Nisma për të ruajtur lahutën si një pasuri të UNESCO-s e përlot Jonuzin. Kam thënë sa herë dhe kam emocione. Mbrojtja nga UNESCO e këtij instrumenti, sipas tij është një vlerësim për të gjithë lahutarët. Dhe si thot Fishta, se më ka takuar kam lexuar Fishtën shumë i ri. Në fakt, por sa kam mojt men. Por ai thot që serbët kanë ardhur thot 1200 vjet mas nesh. Ne kemi bërë dëshekuj thot kur kanë ardhur serbët dhe ata e regjistruan lahutën. Se edhe ata e kanë lahutën. Nuk do të thonë që ata se kanë. E kanë lahutën, por kanë ardhur mas nesh dhe kanë kopjuar tek na. Ndihet keq që ky instrument nuk trashëgohet te brezat e rinj. More në shkolla që të bëhet një kurs, apo të ketë një orë mësimit, apo një gjysmore të mësimit në shkolla. A ka ma gjuna, thaç edhe një herë, ka ma gjuna kur lehen këto tradita. Ministria e Kulturës ka nisur procedura dhe po përgatit dokumentacionin për ta bërë lahutën pjesë të UNESCO-s. Sa bukur të dëgjosh se tradita e të ruajturit dhe të luajturit një ndër instrumentet më burimore dhe një ndër instrumentet më tradicionale të popullit ton vazhdon, por nga ana tjetër edhe nuk vazhdon mbase nga brezat e ri. Lahuta mbase nuk ka një diapazon apo një kapacitet të gjerë të luajturit tinguj apo kapacitet të gjerë muzikor, por siç e ceki edhe lahutari, lahuta ka vajtuar, por edhe ka pajtuar edhe gjaqe, ka pas një rëndësi tejet të thellë në kohën kur ka filluar të luhet, andaj le të shpresojmë se mbase gjeneratat dhe brezat e ri do vazhdojnë traditën e të mësuarit vlerën e lahutës, por edhe ta luajnë atë. Pse jo? Këtu dikun të nderuar teleshikues, japim fund edicionit të parafundit të javës, me shpresë se keni ngelur të kënaqur nga gjithçka që ne sot prezantuam para jush. Unë ju lë takim ditën e nesërme për ta përmbyllur së bashku javën në mënyrën më të mirë të mundshme. Deri nesër mos harroni të shoqëroheni me programet e televizionit Klan, si dhe të na ndiqni në rrjetet tona sociale për gjithçka që mbase nuk mund të arrijmë të transmetojmë në media. Faleminderit shumë për vëmendjen, ne takohemi nesër bashkë, mirupafshim.